Reparti psikiatrik në spitalin Rajonal Isa Greza në Gjakov, i cili është në funksion që 4 vite, trajton pacient të varur nga substanca narkotike, alkooli dhe ata me probleme të natyrës psikike. Shefi i këtij reparti, Ilir Greza, thotë se krahasuar me vitin e kaluar, numri i pacientëve të varur nga substanca narkotike këtë vit është rritur deri në 49 persona. Ai përmendi edhe metodat e trajtimit të tyre, duke thënë se shërimi varet nga vullneti i vet pacientit. Metodat që përdoren në repartin tonë psikiatrik janë 2. Metoda është detoksifikimi apo largimi i drogave, sidomos heroinës. Këto bëhen në mënyrë mundoj spitalore, individi duhet të hospitalizohet në repart, merr terapinë adekuate, pas drogat, pastrimi bëhet 2 javë ditë, edhe metoda tjetër, terapia mbajtëse me metadon. Metadoni është drogë sintetike, e cila përdoret si zavendësim i heroinës. Individi i cili është i vëdësuar që të largohet nga heroina mund të vjen në repartin tonë dhe të futet në program me metadon. Sa kanë efekt? Efekti mund të them është mesatarisht. Arsyeja kryesore është që individët ende nuk janë të vëdësuar se çfarë është metadoni. Për këtë arsye kisha rekomanduar të gjithë të rinjt, të cilët kanë vullnet të mirë, janë të vëdësuar, le të paraqitin në repartin psikiatrik, në të marrin këshillat elementare, të gjithat janë pa pagesë. Greza u shpreh se kjo qendër spitalore ofron të gjitha kushtet e nevojshme për të ofruar shërbime ndaj pacientëve, por që ai thotë se ka nevojë për staf të përbërë nga psikolog dhe sociolog. Kisha rekomanduar sidomos Ministrisë së Shëndetësisë që të bëhet mundur sidomos në repartin psikiatrik të Gjakovës të punësohen 2, eventualisht 1 psikolog, sepse përmes psikoterapisë, psikoterapia është një metodë shumë e mirë, sepse vëdësohen të gjithë të rinj. Në këtë seancë, në psikoterapi, kishën pas mundësi të vinë edhe klientët edhe prindërit dhe të shpjegohet një herë përgjithmonë cilët janë efektet të dëmshme të këtyre narkotikëve. Shumica e pacientëve janë të etnitetit rom egjiptian ashkalin, ka të qytetit, ka të fshatit, kemi edhe 4 të jashtëm të cilët janë transportuar apo janë ardhur për vendeve të jashtme. Ai tha se disa nga shkaqet e përdorimit të drogës nga të rinjt janë gjendja rënd ekonomike dhe niveli ulët i arsimit. E në fund u shpreh se dëmet që shkakton kjo substancë janë dhuna dhe forma të ndryshme të krimeve.